الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Falënderimet e adhurimet I takojnë vetëm Allahut, Zotit gjithësisë. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sonte bashkë. Allahun e lutem që të na pranojë këtë namaz inshallah, po edhe namazet e tjera gjatë ditës, Allahut I lutem që të na I pranojë inshallah. Pse ne gjatë gjithë jetës I shkojshin një njeriu rreth 1000 namaze. Mbi 50.000 namaze I shkojnë gjatë gjithë jetës. Do të thotë që falet për shembull për rreth 40 vite, por problemi është ke pranumja. Edhe asnjëherë nuk do të ndaheni nga namazi pa thonë o Zot më pranon. E mëllë? O Allah më pranon. Ti je I kënaqur me këtë vepër. Edhe një nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë Abu Bekri, Allah më shëroj, dëshiroj të dal para Zotit tha vetëm me një vepër të pranuar. Se ke shpëtuar. Pse një vepër pranuar ajo ka iman, ka besim. Një vepër pranuar ka kënaqësinë e Zotit. Një vepër pranuar është sikur e ka kryer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe siç e ka pranuar për shembull pejgamberit, edhe Allahu ta pranon atë. Me një ka thonë dal përpara Zotit. Pra, nëse Allahu xhallahu vetëm me një vepër tona është I kënaqur, elhamdulillah do të jemi prej banorëve të xhenetit. Mund të kalojmë të lashe, kusure, kompensime, që kemi hyrë borxhe të tjera sa dush që kalluria është gjatë. Por e fundit do të jetë xheneti edhe asnjëherë mos më ndalu me thonë o Allah ma pranon. Ibrahimi a.s. tha kur bani lutjen e famshme Rabbi ij'alni muqime salati ve min dhurriyyati. O Allah, më bëj mua që të fal namaz. Po bëj dhe pri pasardhësve të mi që të falin namaz. Shumë rëndësishme. Pse ai pasardhësi që fal namaz edhe të që e bën shkak që ai të jetë në namaz, ti vazhdo të marrësh mirësi prapë. Edhe, elhamdulillah, them se edhe ne jemi nga duaja e Ibrahimit a.s. E çfarë tha? Rabbana wa taqabbal du'a. Zoti im tha, ti e pranon duan. E pranon duan. Pra, o Zot pranoje. Pra, I lutemi, më bëj që të falem, edhe ato të mit, por ti je Rabbana wa taqabbal du'a. Pra janë lutje të famshme që Allahu xhallahu pra na I tregon nga goja e Ibrahimit alayhis salam. Tash kemi vazhdu edhe shtunën e kaluar ishte ajeti që bonte fjalë për besimtarët dhe për mirësitë që besimtarët do të kenë në xhenet. I përshkruajtëm edhe tham se do të kenë mirësi dhe begati të mëdha. Qoftë vendi, qoftë shtëpijet në xhenet, qoftë lumet e xhenetit, pra qoftë frutat e xhenetit që kanë emra si këto frutat e dynjas, për shembull moll, por kur thot Allahu xhallahu nuk do të jenë me shijen e mollës së një dynjaje, apo mishi, apo bashortet, apo ato huritë e xhenetit, të gjitha janë domethënë të veçanta. Edhe ushqimet nuk kanë ngopje, nuk kanë mbeturina, siç kanë ushqimet e dynjas. I përshkruajtëm në ajetin që tham për ditën e shtunë. Ndërsa sonte shumë interesant. Atëherë 27. Alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Sadakallahu l-azim. Allahu xhallahu përmend një grup njerëzish të cilët thënë besën edhe në Allahu xhallahu. Edhe ajo besë
thot Allahu xhallahu që ma keni dhanë, ishte pikërisht ajo që ju sollën të dërguarit. Edhe besa ishte për të madhëruar vazhdimisht vetëm Allahun, Zotin e gjithësisë. Pra vetëm mu që të madhëroni, thot, e thot këtë besë. E ndalu të adhurimin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para lajmëron që thot njerëzit do të rënojnë fejën, thot, nga fundi. Do të zhveshin, thot, do të ngelit, ka përmend është një lloj bime, nga fundi, thot, do të zhvishet, thot, do të ngeli vetëm trupi, do të hiqen gjethet, do të hiqen degat komplet, edhe do të apës si me pas krefera. Pra atë besë që e dha, thot, për të adhuru Allahun xhelel e shkelet. Dhe për ta njoftë të dërgurin si pejgamber, edhe ata e shkelet. Që ata, thot, ata nuk erdhen me asnjë gjë tjetër, por vetëm me këtë besë erdhën gjithë të adhuroni Zotin xhelle xhelaluhu. Çfarë bën njerëzit? E lënë këtë besë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lidh marrëveshje edhe me jehudët, veçanërisht kur ishte në Medinë. Se popull shumë mistres, popull shumë mosbesimtar, popull që rend mas dynjas. Një rast ka qenë ditë e shtunë dhe pejgamberi Musa a.s. po mbante atë